2 lugë, një lojë, Alba, Labinoti dhe hija e limit në Big Brother Kosova. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, jo çdo debat ndodh me zë të lartë. Disa përplasje lindin në heshtje, në biseda anësore, në fjalë të thëna me gjysmë buzëqeshjeje. Dhe pikërisht një nga ato biseda po zhvillohej mes Albës dhe Labinotit, larg zhurmës, por jo larg kamerave. Alba ishte e ulur në cepin e sallës, me shikimin her pas here të drejtuar nga Limi, i cili po fliste me Dolcen në anën tjetër të dhomës. Nuk ishte vështrim xhelozie. Ishte më shumë vështrim analize. Si dikush që sheh një situatë dhe e kupton më thellë se sa duket, e sheh. I tha Alba Labinotit. Me zë të ulët, por të prerë. Ky Limi. Knej ri afër Dolces, knej më sheh mua. Labinoti e dëgjoi me vëmendje. Ai nuk ishte nga ata që ndërhynte menjëherë. E njihte Albën mjaftueshëm për të kuptuar se ajo nuk po ankohej. Ajo po konstatonte, mua nuk më intereson fare, vazhdoi Alba. Le të bëj çfarë të doj. Thjesht po ta them si duket. Labinoti buzëqeshi lehtë, me atë buzëqeshjen që tregon se e ka kuptuar lojën. Ai hodhi një vështrim nga Limi, pastaj u kthye nga Alba. Po, tha ai qetë, duket sikur ka qejf me hanger me 2 lugë. Fjalia ra si batut, por mbante brenda saj një analizë të ftohtë. Alba qeshi shkurt. Jo nga humori, por nga fakti që dikush tjetër e kishte lexuar situatën njësoj si ajo. E pra, tha ajo, problemi nuk është se ha me 2 lugë. Problemi është kur nuk e di çfarë do. Labinoti tunte kokën. Në këtë shtëpi, u përgjigj ai, shumë njerëz ngatërojnë afrimin me interesin e vërtetë. Disa e bëjnë për ndjenjën, disa për lojë. Alba u mbështet pas. Zëri i saj ishte i qetë, por i sigurt. Unë nuk jam këtu për me u bërë opsion, tha ajo. Nëse dikush më sheh, le të më shoh qartë. Pa mjegull. Labinoti e vlerësoi këtë. Kjo është arsyeja pse njerëzit të respektojnë, i tha. Ti nuk hyn në skema të 2 fishta. Ndërkohë, Limi qeshte me Dolcen, i pavetdijshëm ose ndoshta shumë i vetdijshëm për shikimet që po i hidheshin nga larg. Sjellja e tij nuk ishte e gabuar, por ishte e 2 kuptim. Dhe në Big Brother, 2 kuptimësia gjithmonë paguhet. Unë nuk kam as xhelozi, as hatërmbetje, shtoi Alba. Thjesht nuk më pëlqen konfuzioni. Labinoti ngriti supet. Konfuzioni është monedh këtu brenda, tha ai. Por jo të gjithë e pranojnë. Biseda e tyre nuk u dëgjua nga të gjithë, por energjia e saj u ndje. Sepse Alba nuk po fliste për Limin si person. Ajo po fliste për qëndrimin, për mënyrën se si disa njerëz përpiqen të mbajnë disa dyer hapur njëkohësisht. Më vonë, në dhomën e rrëfimit, Alba do të thoshte, nuk më intereson kush rri me kë, më intereson vetëm sinqeriteti. Ndërsa Labinoti në një bisedë tjetër do të shtonte, nëse ha me 2 lugë, rrezikon të mbetesh i uritur. Kjo fjali u përhap në shtëpi si një e vërtetë e vogël, por e fortë, sepse në Big Brother Kosova nuk të gjykon vetëm ajo që bën, por si duket ajo që bën, dhe Alba e dinte shumë mirë, ajo nuk ishte pjesë e një loje me 2 lugë. Ajo ishte aty me një qëndrim të qartë, pa mjegull, pa interes të 2 fish, ndërsa për Limin dilema mbeti pezull. Jo si akuzë, por si pyetje që shtëpia do ta shtrojë sërish, a mund të hash me 2 lugë pa u zbuluar?